i mund Vučići. Kuqe? Realisht, se përket këtij lajmi, ne dim prej 10 shtatorit të vitit 2025 që do të tërhiqet nga posti i presidentit para kohë dhe do të potencialisht është propozuar apo supozuar që do të jetë Tomislav Nikolić, ish presidenti i Serbisë, i cili e ka përfunduar vetëm një mandat dhe ka të drejtë edhe një mandat tjetër ta ketë si president sipas kushtetutës së Serbisë. Ai për momentin mban postin e drejtorit të zyrës që ka për marrëdhënie me Kinën dhe Rusinë në kuadër të presidencës së tanishme të Aleksandr Vučićit, por kjo nuk do të thotë që është definitive dhe si e tillë ky lajm së pari është publikuar nga mediat ruse. Konkretisht nga Sputnik dhe Russia Today, të cilat funksionojnë në Serbi. Dhe si lajmi i tillë ka qarkulluar që nga ajo kohë dhe përveç tjera që nga ajo kohë e kemi vazhdimisht që Vučić ka thënë që unë do të jap dorëheqje. Potencialisht dorëheqja e tij është ai ka thënë që do të shkojmë në zgjedhje në fund të këtij viti, pra në nëntor, dhjetor, por nuk e ka saktuar. Dhe javët e tij, siç e përmendni edhe zotriu, mund të jenë bukur të gjata, jo vetëm çështje një javë, 2 javë, tani nuk e dim sepse është duke tentuar të jetë i paparashikueshëm. Pse ka thënë tani pse mund të shkojmë në zgjedhje, është çështja që ai ka arritur që të i denigroj protestat e studentëve me saktësi dhe përveç tjera që ka futur edhe inteligjencën bia dhe po ashtu çështje të ndryshme që krijon një lloj përçarje brenda tyre dhe kjo është vërejtur me deklaratën e tyre të cilën e dhanë për çështjen e Kosovës. Aty grupi i studentëve pra përfundimisht u pa që e mbron vijën tani me të Aleksandr Vučićit, përveç tjerash përçarja edhe më e madhe e studentëve doli kur një grup tjetër i studentëve vizitoi Republikën e Kosovës, disa fshatra dhe pati takime me qytetarë serb dhe shqiptar dhe i dhanë një raport që binte kundërshtim me ato që i dhanë disa studentë të tjerë. Dhe sondazhet atje qesin që tashme studentët edhe po të kishin subjekt politik ose grupi studentët do të merren jo më shumë se 23%, që i bie që SNS-ja e kishte komplet pjesën tjetër të votave. Dhe në këtë rast atëherë pasi u sigurua fitoria Vučićit ai e dërgon me konformitet vendin në zgjedhje. Përveç këtij është një lajm i pakonfirmuar, informacioni i pakonfirmuar është që Milan Radojčić e ka kërcënuar bashkë me mafjen e tij Vučićin duke i thënë që nëse ti shkon në zgjedhje, kjo ka ndodhur para disa javë, që nëse ti shkon në zgjedhje dhe nuk i fiton zgjedhjet, atëherë ne do të bëjmë luftë civile për të ruajtur pushtetin në Serbi. Dhe Vučići bëri ç'bëri dhe ndodhi ajo që ishte do thotë denigrimi i studentëve që e përmendëm më herët dhe tani me një siguri të plotë është në gjendje ta dërgojë përsëri vendin e zgjedhje dhe të i mbrojë funksionet të cilat i ka. Pse ai me komoditet shumë të madh shkon në zgjedhje dhe përveç tij kthehesh në pozitën e kryeministrit dhe mos të shohim për të madhe që mund të na befasoj të mos marr pozitë fare. Sepse tani me ai ka një pushtet të plot, e kontrollon gjithçka dhe në me nuk është e rëndësishme pozita. Është e rëndësishme kush e ka pushtetin. Gjajshëm sikur në Republika Srpska. Milorad Dodik nuk ka asnjë pozitë funksionari atje, por është kontrolleri kryesor i gjithçkajt. Të gjithë të tjerët janë pupet kukulla të tij, të cilat funksionojnë sipas dëshirës së Milorad Dodikut dhe si një njeri i cili është shumë i afërt me Rusinë. Në formën e njëjtë funksionon edhe në Serbi për momentin dhe përveç tjera pra kjo e ja jep një komoditet jashtëzakonisht të gjerë Serbisë, konkretisht regjimit të Vučićit që të shkojnë në zgjedhje. Madje kemi parë, kam përcjellur që 2 muajt e fundit për të përgatitur vendin që të shkojnë në zgjedhje kanë publikuar 10 lajme se si kinse Vučići ose Serbia konkretisht është duke i ftohur marrëdhëniet me Rusinë në mënyrë që të krijojë një gjendje e cila nuk i jep një presion shumë të madh nga Bashkimi Evropian Vučićit dhe përveç tjerash nuk e fuqizon opozitën në Serbi dhe në anën tjetër Rusia ka përgatitur këtë gjendje që të mos bëj gabimin e njëjtë sikur që ka bërë me Viktor Orbanin duke dalur në afërsi të zgjedhjeve në përkrahje të hapur ku edhe nxiti kundërshtinë e jashtëzakonshme të Bashkimit Evropian në përkrahje të opozitës atje. E qartë. Bilali, sa ka gjasa që ndodh një gjë e tillë pra që Vučić të mos ketë asnjë pozitë, pra
që të mos rikthehet edhe një herë ndoshta një mandat si kryeministër? Po gjitha këto janë pikpyetje, të cilat mund të jenë edhe solucione që